Në kuadër të nismës së Bashkisë Korç për modernizimin e shkollave, shkolla Nuçinaçi është pajisur me një laborator të ri informatike, plotësisht funksional dhe bashkëkohor. Ky investim synon të krijojë kushte moderne për mësim, zhvillim praktik dhe eksperimentim me teknologjinë për nxënësit, që prej fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkia Korç ka pajisur laboratorët e shkollave të qytetit dhe njësive administrative me kompjutera të rinj, duke e bërë teknologjinë pjesë të pandarë të procesit mësimor. Projekti është pjesë e vizionit të gjerë për të kthyer Korçën në një qendër të teknologjisë dhe inovacionit. Ky është një hap i rëndësishëm për të dhënë fëmijëve mjetet e duhura për të mësuar, krijuar dhe për t'u përgatitur për të ardhmen. Aktualisht, pjesa më e madhe e shkollave janë tashmë të pajisura me laborator, ndërsa vijon evidentimi i nevojave të institucioneve të tjera arsimore. Fal këtij investimi, nxënësit e shkollës Nuçinaçi do të kenë mundësi të mësojnë në mënyrë interaktive, të zhvillojnë njohuritë teknologjike dhe të përgatiten për sfidat e një bote gjithnjë e më digjitale. Korça, qyteti i kulturës dhe dijes, po kthehet kështu edhe në një model të investimit në të ardhmen digjitale të brezit të ri.